Në Itali nuk ka ndryshime, Ardian Ismaili do të vijojë karrierën të skuadra e Torinos. Sipas gazetarit Nikos Kira, palët kanë arritur akordin teksa mbrojtësi e kombëtaret shqiptare do të firmosë një kontratë 3 vjeçare nga e cila Ismaili do të përfitojë 1,1 milion euro në sezon. Një përmirësim në aspektin ekonomik, duke qenë se Empoli, lojtari kombëtar skuqezi, përfitonte 900.000 euro në sezon. Një hap përpara ky në karrierën e Ismailit, duke ditur ambicjet që Torino ka si klub në raport me Empoli. Në javët e fundit, duke pasur parasysh rënien e pafaltë të Empolit nga Serie A, e cila ndodhi në ditën e fundit të kampionatit italian dhe dështimi për të rinovuar, emri i Ardian Ismailit ishte lidhur edhe me Parmën. Mbrojtësi shqiptar, kontratë të cilit me klubin toskan skadon pas pak ditësh, e ka treguar veten gjatë kampionatit që sapo ka përfunduar. Për të, me fanellën e Empolit ka luajtur 29 ndeshje në këtë Serie A, me 9 ndeshje të humbura për shkak të ndëmtimit në gjysmën e dytë të sezonit. Performancat e Ismailit kanë qenë të rëndësishme dhe është e natyrshme që tani që do të jetë i lirë mund të vijë një rritje e cilësisë. Megjithatë, nuk ka gjasa që ardhmja e shqiptarit të jetë në Parma. Pas një interesi fillestar, parmezët tani duken edhe më larg dhe siç raportohet nga Tuttosport, Torino tani është kandidati kryesor për marrjen e shërbimeve të Ismailit. Drejtori sportiv Vagnati do të donte ta sillte shqiptarin në Granata për të siguruar një përforcim të rëndësishëm për mbrojtjen dhe trajneri i ri Baroni nuk do të ishte i pakënaqur me këtë shtim. Gjithashtu, në radhën e pretendentëve janë Bologna dhe Verona, më të tërhequra por gjithmonë vigjilente për lojtarin. Për mbrojtësin tani 28 vjeç do të ishte skuadra e tretë në Serie A italiane pas përvojave të tij me Spezia dhe Empolin.